mbuloja dollarin, naftën, floririn dhe caset e të tjera që ta mbulojmë dhe aspektin e Forexit dhe mallat kryesor. Flasim pak për dollarin. Dollari ka bërë po një manovër që ka bërë gjithë tregu, por datën 4 ka pasur një rritje. Ka qenë kundër tregut. Dollari tani po rritet në këto momente. Dhe ndoshta kemi një rritje që mund të shkojë deri te kjo zona e 104 këto. Ishte mirë, shkonte deri këto dhe pastaj shikoshim se si do heci. Po kjo rritja vjen nga shumë shit që është shitur shumë te RSI-ja, këto momente të tjera dhe besoj që do shkoj këtu te zona 104. Duhet keni kujdes kur tregtoni Forexin, euro-dollarin, shikoni me kujdes se është një zonë volatile dhe traders që po shikoj unë online dhe të tjerë që njoh që tregtojnë Forexin, ka pasur shumë vështirësi në këtë situatë tregtare, sidomos me dollarin, sepse nuk shikojnë anën ekonomike, që vetëm anën teknike, që aty mund të manipulohet çmimi. Por kam që do jetë që dieta është mënyrë e mirë për të bërë shumë. Po. Po përse u bë. Ne kemi parashikuar që të bëhet short. Po. Kemi qenë këtu, kemi diskutuar, këtu është momenti i dur dhe këtu është momenti i dur dhe pastaj ç'të bëhet. E çfarë do të kishte dëgjuar dhe ja duke të bëmë si bisedë deri, do kishte bërë good job profit deri. Sa përqind ka lëvizur? Good job, duket. Ka lëvizur, varet ku shikon ku do hyje, po kapin vetëm këtë zonën e mezit, mos kapin gjithën, 5%, po 5% me 30x që tregtojnë ose me 100x që tregtojnë tregtarët e Forexit, ke bërë 400%. $10,000 ke bërë $40,000. Ka. Plus. Edhe kjo është ajo, po mund merr edhe më shumë, se ndoshta e kapi edhe këtu lart. Ta kapi që 110 që e kemi kapë ne është 8%. Me 10x 70%, me 100x 700%. Por problemi me tregtarët e Forexit nuk du të ofendoj asnjërin, por problemi me tregtarët e Forexit është që luajnë afat shkurtër shumë. Luajnë afat shkurtër shumë, tregtojnë afat shkurtër shumë, sepse mendojnë do fitojnë më shumë parë afat shkurtër. Me cicmicet, herë poshtë, herë lart, herë poshtë, herë lart, je bizhozgji. Më shumë se fiton. Do mbaset më shumë, do japësh komisione më shumë, edhe përqindje. Kuse ka panimin të mirë, do kishe kapur dollarin deri këtu deri tek zona këtu, ose me val, 2-3 val të ndryshme. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, pastaj tregto short nga këtu deri këtu, dhe këtë mund ta kishe bërë me 2-3 val, të kishe bërë 7% për lart, 5% për poshtë. Me 10x ke bërë 100% në vit. Jo 100% në vit, ke bërë që në tetori 100% në Forex, me 10x. Por secili e di vetë se si tregton, më unë thjesht po them atë për Forexin që ta dini. Tani dollari do shkojë te 104, 105 për mendimin tim, shizon për të parë, sepse është shitur shumë. Kemi naftën. Këtu unë kapa një trade që ishte Oxy. Dhe kjo është një nga faktorët pse unë po dor stop loss e fikse, nuk e ndryshoj stop loss, nuk e maj të hapur. Isha mirë, po mese mirë tregtimi, thash po shkon për lart sepse ndoshta dalin paksi pozitive për Amerikën dhe pastaj shkonte ndoshta deri te kjo zona këtu 75 nafta US oil dhe fitoshim diçka te Oxy që tregtova unë Oxy. U shit në një mënyrë ekstreme dhe kjo këtu që i bin 5% një ditë,
6% ditë tjetër, 6 edhe 6,5 çdo ditë. Oksi, se këte kam darë të Telegrami, keni aty, keni dhe screenshotet kur unë kam thënë që do vej stop lossin aty. Edhe unë kishte tregtu këtu për long, filloi që teste, mi thash ok, ndoshta po konsolido dhe pastaj bëj një shpërthim paktën tek zona 52, 53. Edhe marrim diku te 8%, 1.3. Stop lossin këtu te 48, u likuiduar datën 2, dola, thash ok, nuk është problem, pastaj kur shikoj këto 2 këto ditë të tjera që ka qenë në rënje, kam bërë gjë më dur. Prandaj do punoni me stop loss, jo të mendoni që do kthehet tregu, shkese vetëm 10% është 20% minus, do kthehet. Ajo nga 10-20%, minusi im këtu ishte 3%, kam rrezikuar diku te 0.5% akauntit tim, se ishte momenti vështirë për tregtuar dhe nuk rrezikoj shumë. Kam humur 0.5% të akauntit tim, portfolios tim. Dhe ka shku 20% minus. Këtu unë do humbja diku te 6% të portfolios tim vetëm me një lëvizje tisha ta maja këtë long. Kjo është si do të veproni me stop loss, patjetër. Gazi natyral dhe kjo në shitje, paka shumë çdo gjë në shitje, çdo aset. Gazi natyral në shitje. Tani flasim për floririn që unë mendoj që do shkoj për poshtë tani, fillon një val. Dhe po më pyesin disa ku do shkoj floririn, i thash do shkoj prapë për poshtë një zonë mesatare, edhe arsye kryesore ka qenë kjo bearish divergence. RSI-ja nuk ka bërë një higher high këtu, por çmimi ka bërë një higher high, tregon që fuqia relative ose fuqia më e madhe blerëse ka qenë kjo vala parë. Vala dytë ka qenë për lart çmimi, por fuqia blerëse nuk e ka mundur këtë fuqi që ka qenë këtu. Kur nuk e mund, fillojmë që të kemi dyshime që do kthehet trendi për poshtë dhe u kthy këtu. Dhe tani mund të konsolidohet ose mund të kthehet prapë në një çmim mesatar. Kemi dhe zonën e Fibonacci-t që mund ta kapim. Kemi kapur eksakte zonën 0.23, mund të kapim 0.38 dhe 0.5. 0.5 ishte më ideale, por dhe 0.8 dhe këto dy tjerët janë okay. Sepse një aset si Flori mund të ketë rritje po pati një recesion për të parë. Bondi 10 vjeçar edhe kjo në ulje, por është thithur direkt të poshtë, si dollari që pati atë rritje në datën 4, dhe bondi 10 vjeçar një rritje, se është bërë shumë i shitur këto dhe një rritje. Do një tjetër, s'ka asnjë gjë tjetër. Iri, ke ndonjë mendim tjetër në aset tjetër që do të shikosh? Jo, përse ka ndonjë ide, nuk është se që ishim përfikuar që do kishtë një ullit të regu, e të shi kemi se bje, 4 javë, 5 javë që jemi kesh, e di ka ishte në trade fundi që bëra, që bëlla me profit atë option, edhe Nvidia për short, të javën e kaluar, po të se kam pasur ndonjë ide tjetër. Po, edhe unë kam qenë në cash, kam tentuar të tregtoja valen që u rikuperu pak tregu dhe aty kam humur pak nga profiti që kisha akumuluar në fillim të vitit. Dhe Oxin që tregtova, më duke mirë, thash po tregtoj dhe Oxin. Dhe aty që humbë diçka të vogël, po rrezikoj shumë pak në këto momente se nuk është tregu mirë. Pastaj për këtë javë, kjo javë është tani një kthim të një mean reversion, një çmim mesatar, mendoj ona. Okej, mund kemi ndonjë ulje më thellë, ndoshta të hanën të martën, varet se si do dalin tarifat e tjera të Europës është për të parë situata, por duke pasur këtë ulje kaq të thellë, kaq të shpejt, është të rumë tregu që të rritet pak. Edhe mund shkoj S&P 500 e 5300, Ethereum diku te 2000, 2100, Bitcoini ndoshta diku te 90.000, 92.000, 94.000 varet
çfarë euforie mund të hyj aty për blerje. Unë mendoj ta mbyllim me kaq.